إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Falënderimi takon Allahu dhul Gjelal, I cili na ka bërë pjesëtar të dinit islam. Salavatet dhe selamet janë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Lutë Allahu dhul Gjelal që edhe ne të cilët kemi dëshmuar që Allahu një është dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është I dërguar I fundit I tina, me pas një pjesë një hise në këto salavate. Inshallah Allahu dhul Gjelal na I ban nasib. Vëllezër, sot po du me fol për një temë shka ndoshta direkt nësë na ka rrok, po pa na përfshin pak na për familjet tona çare se kemi. Cila tema është kjo? Me hesab dyqysh jena modernizu shumë, edhe jena të pa shumë filma spanjolski dhe turski, edhe nëse cilën familje pa pas një shkurërëzim, ja pa pas një problem me zburit e grujës, dhe thot qare nuk ashtë. Pse o vdezën kjo punë? A është bon moda, po? Qka problemi? Djetarët islam I kanë përmenë disa kushte për të cilat na nuk I kemi realizu, e për atë arsye që si kemi realizu, masane na vinë pasojat për mas. Ashtu që Kur'anin nëse e morna e shletojna për 114 sure, një sure e ka emrin Suratul Talaq, surja e shkurërizimit. Ndërsa s'ka asnjë sure, Suratul Zawaj, shka I vjen surja e martesës. Pse? Për atë arsye se Allahu dhul Gjelal e din mas mirti, por mu martu është natyrshmëri. Këtë njerëzit martohen. Ama mundo nuk është natyrshmëri. Është do thot një proces shumë I lodhë, edhe shumë I keq. Mas për herë për burrin, masin për gruin, masin për babën e vetë, nanën e vetë, masin për shoshnin, për gjësi, për krejt do thot është proces shumë I rëndë. Për këtë çështje ka në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku ka thonë Allahu dhul Gjelal e ka leju shkurërizimin edhe pse e urrejnë mas shumti. Do thot pi veprave shka mas tepërmi, shka I urrejnë Allahu dhul Gjelal, ama e ka bon halal, është shkurërizimi. E për atë arsye do thot e ka zbrit këtë sure që për me paë çfarë obligime ka burri, çfarë obligime ka gruaja, e çfarë obligime ka shoshnia, inshallah Allahu dhul Gjelal na mençmon. Por pi çështjeve më kryesore që mos me mujt më bë bashk një I ri dhe një e re, çka ka? Për atë arsye se si kanë mësue obligimet çka I kanë ata mes veti. Dhe thot ti para se mu martu, dosh me lexu dani libër, ja me vetë dani hoxh, ja me vetë dani prind, ja me vetë dani kan. Uneve për mu bon burr, shka duhet me bon une, apëton? Ha? Po edhe ajo gruja, apo nusja, edhe ajo dhe thot nuk I ka mësue obligimet se qysh duhet mu sjell te burri, edhe me çka obligohet ajo. Se s'ka lexu asnjë libër, çish mu bon gruje e mirë, ja çish mu bon nuse e mirë. Çka problemi? Po çka ato e kanë kuptuar, do thot martesën çka veç mu I mjaltit. Shkojnë e bojnë mujin e mjaltit, mas e kur të kthehen, ju hin fesadi. Për çka ju hin fesadi? Për atë arsye se as burri si ka mësue se çish duhet mu bon burr, as gruaja se ka mësue çish duhet mu bon gruaja. Nëse ju kujtohet një muhabet, për para, kur ka ndasht më bon dhëndër, ka dalë për para hoxhës, hajde thuj shartet e tushnisë. Edhe ai masën I ka thonë,
që ka që janë të abdesit, që ka që guslit, që ka që namazit, që ka që ku e di çka hit, apo thon, ka thon tamam, ti po mund më bon burr, edhe çta he, banë dhëndër. Sot a ka çashtu diçka? S'ka sot. I kena hub na këto mesele. E kena hub do thot edhe me shkuën hoxh, me mësu Kur'an, e kena mësu edhe me lexu në libër fetare, mase nëse kur të martohesh ki problem, po normal që ki problem. Për atë arsye se i ke hub rrenin. Do të më mësuni rrenin, po mase nëna me himu martu. Ashtu që na do të thot me mësu një herë rrenin, qysh mu më burë e masënej mu martu. Se dikush do thot, po martohet, ama nuk i ka mësu rrenin, masënej ka problem. Inshallah Allahu dhul Xhelal na mençman. Do thot, kjo është pika e parë. Pika e dytë çka është o vëllezër? A keni pa na, kur dojna mu martu, veç bojna plan, cilën muzik me thirë, bojna plan cilën restorant me zonë, bojna plan cilën kërë me shkuë me prunusën, e bojna plan cilën ka me qitë me alti, a ka altin me letra pa letra, që kur shkuja gje me krisa, që to i bojna plan. Ama as joni nuk i ban plan do se në shka mas mujt mjaltit. Shka obligohen në si burë, ose shka obligohet kjo si gruje. Këto si bojna mabet, hiq. Edhe masa nena, kur ti bojna qëto plane, dhe thot, i bojna 100.000 harame ati. Edhe masa nena, kur i bojna këto 100.000 harame, harrojna me thonë, estakfirullah. Edhe na për shumë darsma, po shofëmi ka dinherë kërsohës e darsma, ven se njerëzit më konë gëzushëm, që a konë darsëm, kur del pi darsmës, i dhënushëm, pse se ka shku pa bismillah, ka morë pjesë në vene shka nuk ashtë razi Allahu dhul Xhelal, në vene shka e në përzi gra e burra, e mos folmi do thot edhe shumë harame tjera të cilat i kena në mesin tonë si popull, inshallah Allahu dhul Xhelal në arru. E tash ti, ketë haram, e mase po ki gjef me dal gjalli halal, pas ka halal, pra të asyje se i kënis haram. Ama nisi pak halal, po masanena do thot, inshallah, Allahu dhul Xhelal e shton atë halalin. Kjo a problemi. Problemi tjetër shka është? Problemi tjetër është kur mes burit edhe grujës mundohet me hi dikush tjetër. A mes burit edhe grujës se kërkush, o vlezën. Do thot mes burit edhe grujës nuk hen kërkush. Për ata syje do thot është dhoma e dhandris. Shka hen buri edhe gruja dhe shka kanë problemet i sharojnë që ati. Ama kur donë dikush me hi mes burit edhe grujës, atëherë bënë problem. E zakonisht, kush hen mas shumëti? Mas shumëti, 60%. Djetarët të thët e kanë shënu, sa përqen për shemull ka, hin kush nana e dhondrit. Për shka, për atë arsye se tash ka armon një njeri ri, edhe ajo do thot mundohet më konë halo kapetan, edhe me sundu edhe qëta. E tash gruja mundet me ngu e veç një kapetan, s'mundet me ngu di kapetana. E tash burin një kapetan, edhe nana vet një kapetan, ajo ka me ngu pra mas për herë, a me ngu burin, a me ngu vjerën. Edhe mas e ne, janë isin probleme. Problemi hala ma i madhë bot, kur vjerë janë is do thot mu përzi. Po qëta i kjo nusja, për ka ardhë? A ka ardhë për dhondrin, a ka ardhë për tije? Atëherë do thot, ka problem. Hala problemi ma i madhë, kur bot, kur për shembull në shpi, qëllon da një gruje e cila është e shlume. Ska mujt me bon me burin e vet, e masene ka ardhen të shpia vete, e të shpia vete do në mi u bon komandant kujna nusës. Halo problem ma i madhë. Halo problem ma i madhë, ku është kur gjyshja pi të shpia e vete, munohet me drejtu e qikën e vetë të shpia e burit. Telefonin vesh, allo, a i bane, a i marohe, bane qështu. S'ka nevoj do thot ti mi dhon ingerenca të shpia e burit vetë. E pi ingerenca kuran të shpia jote. Jo masit shkon të e burri vetë. Halo mu bon problemi ma i madhë, kur një gruje halo me ndonë
se baba vetë du të mi dalë zot. Ha? Ka plot grash, ka mendojnë që baba du të mi dalë zot. Harrojnë sepse kanë qitë fishek. A ke pa kur shkon me morë nusën, a e qëtë një fishek. A i fishek i shka dhe me thonë, të këtërë të sot, baba jëtë ka qitë fishek për tije. Ama pisodit, unë jam që a i shka qesë fishek. Edhe një fishek vetë qitët. A jo me shku ati 100.000 fishek, e po cili pra ashtë që a i shka ka me qitë fishek nesër për tije? Se dina jo e rifja, se kush ka me qitë fishek më për ta. Ama kur njëherë veç njoni, bam, kërse dhe thot, unë jam që a i shka qetë më fishek për ta, mirët vesh puna për ta. E na javë kina hu për enin, do seneve shka i kina si tradit. E kjo shkon të burri vetë, halo për gjecë, kujton që baba vetë ashtë. Ha? E kalzoj një qëfar mesele këtu, të na shpesh i shkon një pelivan, i forë shumë, i fuqishëm. Edhe kish pas një qikë si kush. Kur kush nuk po gëzon me shku me alip qikën, pse se pelivan ki i forë shumë. Njënë kishtë thonë, ka me shku me alip, shka të montë letë montë, pëtën. Shkon e lipi, kur u martu, ajo qika tha ditë për ditë, i thëjke, a i din ka e kam babune, a i din ka e kam babune, a i din ka e kam babune, e mo ti, si ta përmend dikush një laf, ma shumë se 3 herë, vjen të huna. E i tha, pa e din shka, pse ki babë filoni, shka ka kajle. Shkoj të babgjish, i tha, o, ti babgjish, sën po bona bera hatë me qikën tonë, pse, po tha, ditë për ditë, më thot, a i din ka e kam babë. Rajhëm bërë një herë, me të mketa, për të bilet ta di që, jam rahat maseni me qikën tonë. A qështë ta probleme, po, e regulojnë a këtë punë. Qysh, tha kemi shku, tha ti të shpija atje, edhe kur shkojsh të shpija, më shoja një shpull në sistem, e unë e maseni i ditë mijat. O, babgjish, po zgudzoj. Si më zgudzojsh, bashkë atëre ka me të rajon e tyje. Edhe shkoj të shpija, erdë babgjishi, kur erdë, kjo, baba, pas ke ardhë, ki i tha, a që kja baba jetë po, edhe jam shojnja që i ka dhonë instrukcijat baba. O, baba, a, tham falë, kjo në shpija e këtina, të shpija ime, unë e dalë zotë. Edhe e mësoj qikën e vete, se aj ashtë më zotni i sajna, jo baba i vetë. E kjo po bëhat halo problem ma i madhë. Problem halo ma i madhë, kur gruja e ka dani halja, dani teze, ja dani shoqe, e cila munohet mi kalzu se shka duhet me bëhat të shpija. Jo banja boritan qështu, jo maroja qështu, jo maroja qështu, a nuk e këshirë me shata se e prish familjen e dikujna. Se këtë njerëzit nuk janë njësoj. Dikush e ka standartin ma nalë, dikush standartin ma poshtë. Shka hen ti më upërzije në familjet huj, mi kalzu se shka me bon, shka mës me bon. Këshirë ti punën tone, le ta këshirë njerëzit punën e vetë, me zveti, bes burit edhe grujës, bes me hi më upërzije. E kur hin dikush me upërzije i treti, e që atëhere do të shejtani s'ka që tërpun. Përveç se këshirë mi nda. Pse se shejtani e merë kunorën matë madhe, kur shkon në akshame i thot, unë e sot e ndajta filanin me filanën. A, thot ti brav, ti e pas ke bon punën matë madhe. E pse propu bon shejtan, Allah të ka fali insan, ti shkon e marë rolin e shejtanit. S'ki nevoj dhe thot, mi mësu halkit për keq, po munohu mi mësu halkit për të mirë. Qetra punë, dhe thot, shka bohët, kur dohën burë dhe gruja, teri dje e konë mik, ke pi kafe me dikan, e ke respektu, të ka respektu. Masën e moti, a e respekton që ta se respekton? Jo, normal që se respekton. Pse? Se e këshirë si armik, po. Thue ki, ma ka morë mu kusherinën, ja ma ka morë tezën, ja ma ka morë ku e di shka, mo as selam si jep. Dhe thot këputët mo selami. Në udhu bilat dikun, jo mu këput selami, po bëhat edhe vrasja. Për shka, për atë arsye se dy budal s'kan mujtë mu morë vesh me zveti, e tash ki i treti, gjënoj s'ka faj kur gjohesh, duhet mu përla me ata, për shka, për atë arsye se ato dy s'un kanë mujtë mu morë vesh. A mërë vesh, kjo dhe thot, i ka plon masënej, shoshnin krejt, edhe e bojnë atë keq dhe një kanë shka falë namaz, e bojnë atë keq dhe një kanë shka ashtë musliman, e bojnë atë keq, për shka, për gabimin tanë të cilën e ke bon ti. Për këtë arsye pra, duhet njeri shumë me mendu. Për shka me mendu, për atë arsye se kur bomi një qa o vlezën,
Nuk bomi një qa një 5 lira, 10 lira, 15 lira. Qa është një qaj këtë të na? Po bomi një qa se be pi lafit. Ha? Ja kesh drip dorën e i ke thonë Allah në emrile, pejgamber ka ulile. Në emën të Allahu të dhul gjelal. Edhe si pas traditës pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Po të bajo në mik ti. E masën e ti, e thënë që atë lafin që ke folë. Nuk ka më rëndësia 5 lira, 10 lira. Ashtë më rëndësi fjala. Se burri lidhet për fjallë. Ama kavi, a keni pa ka, sa i fuqishëm ashtë. Për shka e lidhit, me kërpesh e lidhit, e ngrehin. E banë burë pra, maje që atë fjallë që ka e ke folë, kër e bon mik me dikan, muno me quet e këtër të fund, jo për një bardak, qajt me prish mitësien. Se po prishën sot, qiftet e reja për gjona banale, për gjona palidhje, shumë palidhja. Po dijet me pse shlohet gruja. Gruja shlohet veç me 3 elemente. Elementi parë shka është, në udhu billah e ke zonë në pozicion të keqë. Që atëherë mos kish ka me qurë, jetë me ta. Ti këshire punën tonë, në pëkshire punën teme. Edhe që atëherë nuk ka drejt me vrau, po e malkon. Ka zbrita jetë e kuranore se qysh me malku. Po e dyta shka është, ti e ke lanë të shpia, kuletën, për të asyri se ke hi në shpitane. Kur del për jashtë të këshirë, kuleta është prast, ta ka vedhë kuletën, ta ka vedhë. Ha? Për që ta do thot lijet, pse se hajnin nuk lijet shpi. Edhe e treta shka, nuk donë me ta respektu babën edhe nanën. Kur nuk donë me ta respektu babën edhe nanën, e pa atëre, respektoj babën tanë edhe nanën tonë, së kush ka i ki respektu të rritash, ama babën teme, nanën teme respekton dhe një kush tjetër. Që të janë arsyet kryesore pse shlohet një gruje. Jo, pse se ka la bardakin, pse si ka fshin shkallët, pse se ka la borrin, pse se ka qitë qajnë bardakat kuq, pse se ka prun filan lugën, gjana shka janë shumë palidhje. Inshallah Allah dhu gjilal na me nëqmon, edhe në banë për atynëve shka i kuptojna, obligimet, shka i kena ndaj grave, po edhe gratë e tona, shka i kanë obligimet ndaj neve, inshallah Allah dhul gjilal, nda udhëzon ka heri dhe ka e mira. E kulu qawli hadha, wa stakfirullahi li wa lakum, wa akhiru dawana, enilhamdulillahi rabbil alamin. Vesh sot kanë bon poter shumë këto dvoglit, a kanë bon shumë poter, ha? E kanë të pru sot, da pëta. Ama kena me ja falë sot, ama qëtër në gjumon si ja falë na. A mirë mi veç qështu ajo? Qëtër në gjumon kena me lonë një straxar ragjet të dera, edhe me këshira pëton. A i ke bon 15 vjetë? Po, hip nalë. Si ke bon, me nejtë poshtë me nejtë. A u bon asu bon? Po, hajde, takshina, a keni me majtë lafin ajo. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa la udwana illa ala dhalimin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Vëllezër, mos harroni se sot është ditë e gjumah, a shumë se vap me qu salavat me pejgamberin sallallahu aleyhi wa sallam. Qojna pra salavat, të cilat janë salavatit mas gjedhura, salavatit ibrahimije, të cilat janë Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون